VMRO DPMNE-ja paralemron se do të krijon probleme nëse qeverinë e ardhshme e formon LSDM-ja, ndërsa paralemron BDI-n të ketë kujdes nëse shkel parimin e fituesit me fituesin. Eurokomesari Han Tainte në Shkup do të takohet me të gjithë liderët e partive politike që kanë mandat deputetësh. Bashkimi Evropian pret që qeveria të formohet sa më shpejt. Pellgje me ujë para shkollës së mesme Peronakov dhe fakulteteve të disperzuara në Kumanov. Organizatat ambientaliste kërkojnë nga komunat që të marrin masa të menjëhershme për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Mirëmbrëma shikues të nderuar, VMRO DPMNE-ja paralemron se do të krijon probleme nëse qeverinë e ardhshme formon LSDM-ja, ndërsa paralemrojnë BDI-n se nëse shkel parimin e fituesit me fituesin në të ardhmen do t'i përjashtojnë nga shtabi i VMRO-s dhe nuk do të merret parasysh asnjëherë më ky parim. Nga LSDM-ja thanë shkurt se ditën e sotme e kanë shfrytzuar për konsulta brenda partijake. Çdo parti që do të marrë vendim të formojë koalicion pa partinë e cila ka fituar më shumë vota dhe mbështetje nga populli në zgjedhje, duhet të di se në të njëjtën kohë merr vendim që të ballafaqohet me probleme në të ardhmen, të natyrshme për situatën kur injorohet vullneti i shumicës së qytetarëve. Kjo është përgjigjja që VMRO DPMNE-ja i ka dhënë ambasadores së OSBE-s në Republikën e Maqedonisë, Nina Soumalanien, në pyetjen nëse për ta do të ishte i pranueshëm një koalicion qeveritar i formuar nga LSDM. Në njoftimin me shkrim lëshuar nga kabineti i Gruevskit, në mënyrë të tërthort përcillen edhe porosin dhe partnerit e deritanishëm në koalicion Bashkimi Demokratik për Integrim, duke e rikujtuar se nëse tani shkel parimin fituesi me fituesin, në të ardhmen do të përzihen nga selia e VMRO-s nëse shkojnë për t'u thirrur në këtë parim. Tani kur VMRO DPMNE është fitues edhe nga jashtë edhe nga brenda, harrohet ky princip. Të gjithë duhet ta dinë se nëse një herë shkelet ky princip, e njëjta do të shndrohet në një proces të pakthyeshëm. Nuk mundet ai princip të vlejë sipas nevojës, vetëm kur dikujt i konvenon dhe më pastaj nuk është princip. Nëse tani evitohet ky princip dhe me vetdije shkilet, secili që në të ardhmen kur do të ndryshojnë rrethanat, do të mendojë të vijë dhe përsëri të mundohet të na bindë ta vendosim atë princip. Duhet ta dinë se pa diskutim do të përjashtohet nga shtabi i partisë, ndërsa partia do të koalicionojë me kënd të vlerësojë se është më së miri për vetë partinë dhe vendin, siç është edhe në shtetet e tjera. Nga ana tjetër, pas takimit të dieshëm, sot në LSDM nuk ka pasur asnjë aktivitet për afrimi ose konsultimi me partitë shqiptare. Zëdhënësi Petre Shilegov, duke u përgjigjur në pyetje të gazetarëve, tha se gjatë ditës së sotme kanë zhvilluar vetëm konsultime brenda partijake. Ditën e sotme shfrytëzojmë për konsulta të brendshme partijake. Në rast se ka takime të reja do të njoftoheni në kohë. I pyetur për vizitën e komisarit Han këtë të njëjtën në Shkup, Shilegov tha se si parti presin që gjatë kësaj vizite të konstatohet se qytetarët kanë votuar për ndryshim dhe se vendit i nevojitet një qeveri politike dhe stabile që do të zbatojë reformat e nevojshme. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian kanë theksuar sërish se presin me padurim krimin e një qeverie stabile në Maqedoni, e cila do të ishte këmbgulse në rrugën e eurointegrimeve. Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup, Samuel Zhbugar, ka thënë se qeveria duhet të jetë stabile dhe të përkrahet edhe nga partitë që do të mbesin në opozitë. Shefi delegacionit të BE-s në Shkup, Samuel Zhbogar, ka deklaruar sot se po presin me padurim formimin e qeverisë së re. Ai ka thënë se për Maqedoninë është e nevojshme që sa më shpejt të formohet qeveri, pa marrë parasysh se kush do të jetë në të, me qëllim që vendi të vazhdojë rrugtimin drejt integrimeve europiane. Zhbogar ka deklaruar se partitë politike duhet të vendosin se çfarë qeverie do të formojnë, ndërsa ajo që është me rëndësi është që ajo të jetë e fortë por edhe përkrahur nga opozita, pa dallim se cila parti politike do të jetë në opozitë. Siç kemi deklaruar edhe më herët, ne shohim që të gjithë partitë politike në vend e përkrahin agjendën e BE-s. Ne besojmë që pikërisht kjo agjendë e BE-s është fokusi që do të unifikonte të gjitha partitë politike në vendin tuaj dhe një agjendë e tillë çdo herë do të ketë nevojë për mbështetje të gjerë, jo vetëm nga autoritetet dhe partitë që janë në qeveri, por edhe nga opozita. Sipas tij, komesari për zgjerim Johannes Han, i cili ka paralajmëruar që të vizitojë Shkupin zyrtar të njëjtën, vjen që të informohet prej afër me zhvillimet në vend.
There's nothing I can. Kur do të mbëri komesari Han në vendin tuaj, do të ketë takime bilaterale me partitë politike në vend, por gjithashtu edhe me protagonistë të tjerë. Mendoj se me ardhjen e tij ai do të fitojë përshtypje më të mirë nga dora e parë në lidhje me atë se deri ku qëndrojnë dhe në çfarë mënyre ne si Bashkim Evropian mundemi më tutje ta mbështesim vendin. Gjatë vizitës së tij në Prilep, Zhbogar po ashtu ka thënë se nuk munden dhe nuk duan që të përzihen në atë se kush do të formojë qeveri. Zëdhënësja Komisionit Evropian Maja Kocijancic ka konfirmuar se të enjte në Shkup pritet të vijë komisari për zgjerim Johannes Hahn, i cili përpos takimit me ministrat e punëve të jashtme të 6 vendeve ballkanike do të takojë edhe liderët e partive politike në Maqedoni, ku pritet të diskutohet për vështirësitë me të cilat po has vendi në tentimin për formimin e qeverisë së re. Komisari për zgjerim Johannes Hahn të njëjtën do të arrijë në Shkup, ku pritet që të takohet me liderët e partive politike që kanë fituar deputet në kuvendin e Maqedonisë. Zëdhënësja e KS Maja Kocijancic për agjencinë e lajmeve MIA sot tha se ngjarja kryesore për të cilën Hahn do të vijë në Maqedoni është takimi i ministrave të jashtëm dhe energjetikës nga 6 shtetet e Ballkanit: Maqedonia, Kosova, Serbia, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi. Ajo tha se në takimin ministror do të bisedohet për avancimin e tregut të energjisë elektrike në Ballkan, ndërsa më pas pohoi se takimi me liderët politik në Maqedoni do të jetë në agjendën e Hanit. Komisari Johannes Hahn të njëjtën më 8 shkurt do të jetë në Shkup në takimin e ministrave për punë të jashtme dhe energjetik të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pjesëmarrësit do të shënojnë përparimin e arritur në sektorin energjetik dhe do të bisedojnë për masat për avancimin e tregut rajonal të energjisë elektrike. Po ashtu do të bisedohet për përgatitjen e samitit të Ballkanit, që në qershor do të mbahet në Tërës të Italisë. Hahn po ashtu do të ketë takime bilaterale me përfaqësuesit e partive politike të vendit Nikoqir. Siç dihet, komisari Hahn vjen në Maqedoni në kohën kur janë bllokuar bisedimet për formimin e qeverisë pas zgjedhjeve të 19 dhjetorit. Në disa raste, Komisioni Evropian ka kërkuar formimin e qeverisë sa më e zgjeruar që është e mundur, me qëllim zbatimin e reformave të privés, marrëveshjes së Përzgjinos, si dhe zgjidhjen e çështjeve bilaterale. Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë kërkon qëndrim zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit në lidhje me deklaratën e kongresmenit Dana Rohrabacher, i cili tha se Maqedonia nuk është shtet dhe duhet të ndahet mes Kosovës dhe Bullgarisë. Ministria e Jashtme e Maqedonisë përmes ambasadës së saj në Washington në rrugë zyrtare kërkoi së qëndrim zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për deklaratat e kongresmenit amerikan Dana Rohrabacher dhënë për televizionin Vision Plus nga Shqipëria. Kongresmeni është antar i Komitetit për Politikë të Jashtme dhe kryetari i nën Komitetit për Çështje Evropiane. Qëndrimet e tij të shprehura shkaktojnë shqetësim të madh rreth Maqedonisë dhe rajonit. Të njëjtat nxisin dhe retorik nacionaliste tek fqinjet, duke na kthyer në të kaluarën. Nga ministria kërkojnë që Departamenti i Shtetit në mënyrë të duhur të shmangë çdo dilemë rreth qëndrimeve të shprehura dhe të shpreh afirmimin e politikave të tij për Maqedoninë dhe Ballkanin. Kongresmeni amerikan pa thënë se Maqedonia duhet të ndahet mes Kosovës dhe Bullgarisë. I mean, my own inclination is Macedonia is not a country. Qëndrimi im është që Maqedonia nuk është një shtet, më vjen keq, por nuk është një shtet. Ata janë kaq të ndarë sa kur nuk do të jenë në gjendje të shkojnë mirë së bashku. Prandaj kosovarët dhe shqiptarët e Maqedonisë duhet të bëhen pjesë e Kosovës, ndërsa pjesa tjetër e Maqedonisë duhet të bëhet pjesë e Bullgarisë apo çfarëdo vendi tjetër me të cilët ata pretendojnë se kanë lidhje. Ideja që do ta mbajnë Maqedoninë gjallë sepse dikush 30 vjet më parë vendosi që ky është konfigurim që duhet të dalë nga shpërbërja e Jugosllavisë, nuk çon në një arsyetim që ky ide të mbahet ende. I pyetur nëse administrata e Trumpit do ta mbështesë këtë ide, kongresmeni tha se ai ka ndikim në politikbërjen amerikane dhe se këtë çështje do ta diskutojë në seancat dëgjimore që do të mbahen në muajt e ardhshëm. Përfaqësues të 21 organizatave jo qeveritare kanë paralajmëruar se mund të kërkojnë drejtësi në gjykata në atë që e quajnë fushat kundër tyre nga iniciativa Stop Operacioni Soros. Ata i kanë cilësuar si gjysmake dokumentet e publikuara, ku pretendohet se këto organizata mbështeten nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur i drejtuar nga miliarderi George Soros. 21 organizata jo qeveritare kundërshtuan sulme dhe akuzat nga iniciativa Stop Operacioni Soros për gjoja financim dhe veprime të paligjshme të Fondacioni Shoqëri e Hapur e George Sorosit.
Këto organizata shprehën shqetësimin për sulmet e vazhdueshme të pushtetit nëpërmjet, si shton, iniciativës Stop Operacioni Soros, ku u nxorrën dokumente dhe të dhëna për veprime të ndryshme të këtyre 21 organizatave që bashkëpunojnë me Fondacionin Shoqëri e Hapur e Sorosit. Filip Stojanovski nga organizata Metamorfozis kërcënoi me padi për shpifje, në qoftë se në afat prej 7 ditësh, drejtuesit e iniciativës Stop Operacionit Soros nuk dalin të kërkojnë falje publike. Ne, organizatat jo qeveritare, që jemi caki sulmeve të orkestruara të pushtetit të drejtanishëm dhe personat e saj të dëgjueshëm, kërkojmë falje publike dhe tërheqje të gjitha gënjeshtrave dhe shpifjeve për punën tonë që i publikoi iniciativa Stop Operacioni Soros. Në të kundërtën, do të jemi të detyruar që drejtësinë ta kërkojmë në gjykat me padi për shpifje dhe fyerje. Stojanovski dhe përfaqësuesit organizatave të tjera e quajtën këtë si sulm jo vetëm ndaj George Sorosit dhe fondacionit të tij, por si sulm ndaj shoqërisë së hapur dhe të zërit të pavarur dhe të panështruar të sektorit civil. Ngelet të vërtetohet se kush ka për qëllim që nëpërmjet të dhënave gjysmake dhe të marra në mënyrë të paligjshme të organizojë hajke kundër organizatave civile progresive, në mënyrë që ta diskreditojnë punën e organizatave të pavarura, me të cilat fondacioni jon, por edhe shumë të tjera kanë bashkëpunim shumë të mirë. Kërkojmë nga Cvetin Qilimanov, Nikola Serbov dhe Nenad Mirçevski që të kërkojnë falje dhe të demantojnë gjoja provat dhe gjetjet që i kanë. Kohë më parë, iniciativa SOS publikoi një sër dokumentesh që thoshte se janë dëshmi për financim të paligjshëm të këtyre organizatave nga ana e Fondacionit Shoqëri e Hapur. Nismëtarët e kësaj iniciative pohonin se ka pasur edhe keqpërdorime nga ana e Agjencisë Amerikane për Zhvillim USAID, e cila sipas tyre ka financuar projekte të ndryshme të sektorit civil me qëllim të partizimit të tyre, me qëllim të udhëheqjes së fushatës së zezë dhe organizimin e protestave të dhunshme për të rrëzuar pushtetin, si dhe për të hapur kufirin për refugjatët. Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuele ka prezantuar sot raportin për kulturën mediatike, ku konstatohet se 62% e personave të anketuar mendojnë se mediat e ndryshme informojnë në mënyra të ndryshme për të njëjtën ngjarje. Sipas drejtorit të Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuele, Zoran Trajçevski, ky hulumtim është i një rëndësie të veçantë, pasi i njëjti është i pari i këtij lloji në Republikën e Maqedonisë. Rezultatet e hulumtimit për kulturë mediatike, të cilat sot i prezantoi Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuele, tregojnë se 62.71% e personave të anketuar mendojnë se mediat e ndryshme informojnë në mënyrë të ndryshme për të njëjtën ngjarje. Rezultatet e të njëjtit hulumtim thonë se kur ata përballen me situata të tilla, 50.95% të pyeturve nuk i hedhin poshtë ato informata, ndërkaq 45.9% e bëjnë një gjë të tillë. Sipas drejtorit të Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuele, Zoran Trajçevski, ky hulumtim është i një rëndësie të veçantë, pasi i njëjti është i pari i këtij lloji në Republikën e Maqedonisë. Bëhet fjalë për një hulumtim të një rëndësie të veçantë, pasi është i pari i këtij lloji në Republikën e Maqedonisë dhe do të paraqes bazë për ndërtim të politikave dhe planifikim të projekteve për përparim të kulturës mediatike në Maqedoni, si dhe pikë referimi për matje të suksesit të tyre. Siç e dini një pjesë prej jush, hulumtimi është zbatuar në gjysmën e dytë të vitit të kaluar dhe agjencia tani më ka mundësuar opinioni që të arrijë tek rezultatet. Hulumtimet të cilat i prezantoi Nadezhda Popkostova, përfaqësuese e Target Komunikimeve, tha se 85.28% të pyeturve kanë thënë se televizionet duhet të jenë të lira që të njëjtat të jenë objektive, e ndërsa 74.66% të pyeturve vlerësojnë se duhet të informojnë vetëm nëpërmjet një mediumi, kurse 22.85% pranojnë vetëm një burim të informacionit. Sa i përket objektivitetit të UEFA-qeve, 71.43% të pyeturve vlerësojnë se bëjnë krahasim të përmbajtjeve të publikuara në për UEFA-qe dhe media të ndryshme. Anketa është realizuar nga 14 nëntori deri më 8 dhjetor të vitit të kaluar dhe ka intervistuar sy më sy 1523 persona nga i gjithë vendi, ndërkaq që zbatuar nga Target Komunikimet. Ndrojmë temën e informacioneve. Qytetarët që lëvizin në afërsi të shkollës së mesme Peronakov dhe Universitetit të Tetovës me disperzime në Kumanov kanë vështirësi për shkak të ujit që mblidhet para hyrjes së këtyre objekteve. Banorët thonë se janë drejtuar tek organet kompetente, por siç ndodh zakonisht, tha ai, ata përgjegjësinë e largojnë nga vetja dhe e hedhin tek njëri tjetri.
Një grop e madhe me ujë është mbledhur para shkollës së mesme Peronakov dhe Universitetit të Tetovës me disperzime në Kumanov. Kjo gjendje e vështirëson në masë të madhe lëvizjen e qytetarëve në këtë pjesë, duke pasur parasysh se kjo është rrugë që lidh fshatrat e komunës së Likovës. Përveç vështirësisë për depërtimin e veturave, ajo shkakton pengese edhe për nxënësit e kësaj shkolle. Drejtori i shkollës së mesme ekonomike Elham Ademi për televizionin Shenja bëri të ditur se kjo nuk është hera e vetme që rruga mbushet me ujë në këtë gjendje. Kjo ndodh çdo herë që ka reshje shiu. Gjatë ditës së sotme sasia e ujit është zvogluar për shkak të intervenimit të dieshëm nga ndërmarrja për ujësiellës dhe kanalizim, mirëpo në atë pjesë është ende vështirë për të kaluar. Gjithnjë kemi pengesa gjatë reshjeve, për arsye se aty kanali nuk funksionon ashtu si duhet. Kështu që përveç që vetëm kanë nxënësit problematik gjatë lëvizjes atyre, gjithashtu ajo pengon edhe komunikacionin, për arsye se kjo rrugë është shumë e frekuentuar, i lidh fshatrat e komunës Likovës. Kështu që ne kemi intervenuar ditën e djeshme dhe ju kanë përgjigj pozitivisht ftesës kompania e ujësiellësit dhe kanalizimit, dhe është evituar për moment, megjithatë prapë ende ka, domethënë pengesa dhe duhet që intervenohet sërish. Ademi thotë se kjo nuk është pengesa e vetme, për shkak se kjo rrugë ka nevojë edhe për ndalesa sepse nxënësit shpesh ndjehen në rrezik dhe për këtë janë drejtuar tek organet kompetente, por siç ndodh zakonisht tha ai, ata përgjegjësinë e largojnë nga vetja dhe e hedhin tek tjetri, dhe kështu ka sa vite që kjo problematik nuk është rregulluar. Ne si shkollë gjithashtu kemi bërë kërkesë me shkrim, domethënë dokumente kërkesa protokollume deri tek kryetari i komunës Kumanovës, Këshilli Komunal dhe të sektori punëve brendshme, mirë po përgjigja gjithnjë ka qenë se çdo njeri e eviton përgjegjësinë dhe duke u deklaruar se nuk jemi ne kompetent as dikush tjetër. Shkolla e mesme ekonomike Peronakov numëron 500 nxënës. Qendra Shtetërore e Provimeve informoi se sesioni i janarit për verifikimin ekstern të arritjeve të nxënësve nga vitet e fundit të arsimit të mesëm ka kaluar në rendin më të mirë dhe përgjithsisht pa probleme. Me testimin janë përfshirë 19.178 nxënës të cilët janë testuar në 2 lëndë në 2 ditë. Nga ana e shkollave janë paraqitur vetëm 4 pyetje me probleme teknike, nga gjithsej 103.300 pyetje nga baza publikuar, 2 pyetje me përkthim jo të plot, 1 pyetje 2 fish dhe 1 pyetje me 2 distraktor të njëjtë. Këto pyetje janë pezulluar dhe fshirë nga baza, me që rast nxënësit nuk do të dëmtohen, njofton Qendra Shtetërore e Provimit. Kjo qendër njoftoi se ankesat për rezultate do të mund të dorëzohen nëpër shkolla ku nxënësve do të mundsohet kontrolli testit, ndërsa rezultatet përfundimtare do të publikohen më së voni deri më 13 shkurt. Për nxënësit të cilët arsyeshëm kanë munguar do të organizohet testim plotësues, i cili do të realizohet më 27 shkurt dhe 2 mars. Zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë kanë njoftuar se edhe këtë vit do të vazhdojë ndarja me mjete financiare për familjet të cilat do të ndryshojnë dritaret e vjetra me dritare nga plastika ose alumini, si dhe për ata që blejnë dhe instalojnë kolektor diellor për anvisri. Ndarja me mjeteve financiare do të bëhet sipas parimit i pari vjen, i pari shërbehesh. Ministria e Ekonomisë edhe këtë vit vazhdon me subvencione për përmirësimin e efikasitetit energjetik. Në vitin 2017, kjo ministri do të subvencionojë nga 500 euro familjet të cilat do të ndryshojnë dritaret e vjetra me dritare PVC ose alumin dhe me nga 300 euro familjet të cilat do të blejnë dhe instalojnë kolektor diellor për anviseri. Ministri i Ekonomisë Driton Kuçi u ka bërë thirrje dhe i nxit që të gjithë të cilët pas 31 janarit kanë blerë dhe kanë instaluar dritare PVC ose nga alumini ose kolektor diellor të parashtrojnë kërkesë për kompensim të pjesës nga mjetet e investuara. Këtë vit, për herë të parë, Ministria e Ekonomisë zbaton një masë stimuluese e cila ka të bënë me kompensimin e shpenzimeve për blerjen dhe instalimin e dritareve PVC dhe të aluminit. Për këtë qëllim, në buxhetin e Ministrisë së Ekonomisë për vitin 2017 është i siguruar një fond prej 20 milion denarësh. Me këtë masë, stimuluese do të kompensohet apo subvencionohet 50% e shpenzimeve të bëra nga familjet, por jo më shumë se 500 euro në kundërvlerë në denar. Ndarja e mjeteve financiare do të bëhet sipas principit apo parimit i pari vjen,
i pari shërbehesh. Ministri Kuqi deklaroi se për subvencionimin e sistemeve të kolektorëve diellor në anvisëri, këtë vit ministria ndan 16 milion denar, por ai nuk ishte as pak në rrjedha në lidhje me subvencionet që qeveria jep për investitorët e huaj. Në pyetje të gazetarëve, ministri Kuqi tha se kompetent për formimin e zonave ekonomike dhe subvencioneve për to është zëvendës kryeministri për çështje ekonomike nga radhat e VMRO-DPMNE-s Vladimir Peshevski. Data je Vladina Merka. Sve pak bi bilo podobro da se prašao vicepremjerov za ekonomski prašanja, gospodina Peševski. Samo za informacija, Ministerstvo za ekonomija već ima podgotвено promjeni na zakonot kada što nije će bideme nadležni da davame takvi subvenciji, odnosno državna pomoć i da imame pravo da formirame ekonomski zoni. Dodeka nemame pravo ni za jedno to ni za drugo to, što mislim deka ne je voret, togaš ne bi sakali da davamo odgovor na ovo. Ministri Kuqi deklaroi se nuk është në rrjedh edhe me mos pagesën deri në fund të Hasanbegazve që pësuan nga përmbytjet. Nuk jam në komisionet përkatëse për rastet e Hasanbegazve. Në lidhje me bllokimin e mallrave që janë bllokuar në portin e Greqisë si pasojë e protestave të bujqve grek, e cila rrezikon të shkaktojë krizë me derivatet në Maqedoni, ministri Kuqi potencoi se ai është problemi i brendshëm i shtetit grek dhe shpresojnë që pika kufitare dhe dogana të lirohet sa më shpejt. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë bërë thirrje për marrjen e masave të menjëhershme për përmirësimin e cilësisë së ajrit, i cili kohëve të fundit ka arritur nivele skajshmërisht të ndotjes. Ata thonë se autoritetet duhet të ndërmarrin masa dhe strategji me të cilat problemi do të zgjidhet në mënyrë afatgjate. Organizatat jo qeveritare bëjnë apel për marrjen e masave të nevojshme dhe të menjëhershme për ta tejkaluar këtë situatë në të cilën niveli i ajrit të ndotur ka kaluar mbi normalen, madje ka arritur ekstremen. Qytetarët e Shkupit për më shumë se 10 ditë po ngulfaten nga ajri i ndotur. Ana Qollović-Leshoska nga Qendra për Hulumtim dhe Informim për Ambientin Jetësor e Kosovës tha që është një veprim i mirë vendimi i kryetarit të qytetit të Shkupit për shfrytëzimin e autobusëve publik dhe privat, por sipas saj kjo nuk është e mjaftueshme. Duhet të ndërmerren edhe masa më të rrepta në këtë aspekt në mënyrë që ajri të fillojë të pastrohet. Ajo shtoi se autoritetet duhet të ndërmarrin masa dhe strategji me të cilat problemi do të zgjidhet në mënyrë afatgjate. Непревземањето на одговорноста за човековото здравје. Mosmarrja e përgjegjësisë për shëndetin e njerëzit nga ana e qeverisë së Republikës së Maqedonisë është e papranueshme. Konsiderojmë se të lejojmë të kemi ndotje enorme të 1200 mikrogram është absolutisht e papranueshme dhe vlerësojmë se është koha që institucionet shtetërore të ndërmarrin masa për të parandaluar ndotjen e ajrit. 3 vjet kemi situatë të njëjtë. 3 vjet qeveria nuk ka ndërmarrë masa. 3 vjet marrin propozim masa nga qytetarët dhe iniciativa qytetare dhe këto masa humbin. Kjo është absolutisht e papranueshme. Ato kërkojnë që të marrin masa shtesë të gjithë qytetarët, por edhe të punësuarit në për sektore publike dhe private, të organizojnë aktivitete nga më të ndryshmet në drejtim të përmirësimit të kësaj gjendje. Sepse kjo situatë alarmante nuk mjaftohet vetëm me marrje masa vetëm nga qyteti i Shkupit ose Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, por është e nevojshme dhe kyçja e të gjitha institucioneve në shtet. Ajo çfarë dua të them dhe të apeloj është se politikanët nuk duhet ta përdorin ndotjen e ajrit si llogari personale dhe as që t'i motivojnë për grindje mes qytetarësh, që të gjendet fajtori. Të gjithë ne jemi fajtori. Ambienti është ky, nuk mundemi të bëjmë asgjë. Ajo çfarë duhet të apelojmë është që partitë politike të jenë shembull përmes dhënies se si qytetarët të sillen që të mund ta ulin nivelin e ndotjes së ajrit. Organizatat jo qeveritare bëjnë thirrje institucioneve, më konkretisht komunave, që të vendosin 3 ndërrime në punën e inspektorateve, pjesëtarët të cilëve do të lëvizin rrugëve të komunave për të kontrolluar zbatimin e masave parandaluese për ndotjen e ajrit. Kanë filluar punimet për ndërtimin e sheshit të ri në Mitrovic në hapësirën ku rënua muri. Mira qytetarë bulgar kanë protestuar në shenjë solidarizimi me protestat antikorrupsion në Rumani.
Dhe vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni dhe Bota. Kanë filluar punimet për ndërtimin e kaskadës së re prej betoni në vendin ku gjendej muri rënuar pas marrëveshjes ndërmjet administratës lokale serbe të Mitrovicës së Veriut dhe autoriteteve shtetërore të Kosovës. Kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, Goran Rakić, i cili theksoi se punët po bëhen sipas marrëveshjes së arritur më 4 shkurt. Qytetarët e Mitrovicës Veriore dhe Jugore kryesisht janë skeptik lidhur me ndërtimin e mureve dhe konstruksioneve të reja. Në Mitrovicë sot filloi ndërtimi i konstruksionit të ri të dakorduar mes Prishtinës dhe administratës lokale të Mitrovicës Veriore. Në vendin ku të dielën u shem muri kontestues, raporton agjencia Anadolu. Automjetet filluan përgatitjen e terrenit dhe rrafshimin e tokës në vendin ku u shem muri dhe ku do të ndërtohet kaskada e re prej betoni sipas planit të dakorduar me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian dhe ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Në këngjalje ishte i pranishëm edhe kryetari komunës së Mitrovicës Veriore, Goran Rakić, i cili theksoi se punët po bëhen sipas marrëveshjes së arritur më 4 shkurt. Kao što vidite, bageri su na terenu. Siç e shihni, ekskavatorët janë në terren. Ato në fakt pastrojnë terrenin dhe nuk do të fillojmë asgjë derisa edhe ata nuk vinë dhe personalisht të sigurohen se respektohet ajo që është dakorduar, ndërsa ajo është të tërhiqemi 2.2 metra në brendësi të zonës përkëmbësor. Afër vendit ku kryen punimet mbrëm janë ndjekur zyret e deputetit kuvendit Serbisë, Slaviša Ristić, hapësirat e lëvizjes popullore të Adeut, miqësisë ruso-serbe. Rakić shprehu dyshimet pse pikërisht sot ndodhi kjo kur fillojnë punët e konstruksionit të ri. Qytetarët e Mitrovicës Veriore dhe Jugore kryesisht janë skeptik lidhur me ndërtimin e mureve dhe konstruksioneve të reja. Faik Plana, i cili jeton në pjesën veriore me shumicë serbe të Mitrovicës, thekson se në këtë qytet problemet janë konstante që nga përfundimi i luftës në Kosovë dhe se qyteti vazhdimisht ka qenë i ndarë. Muri është hjek, është paralajmëruar që të rimur mund ndërtu. I kanë qitë të mbrojtësit të neqet ndyon, mës me po që ka për ndërtuat mrena. Dhe me thënë njëjtin ven, për ndërtuat një mur tjetër. Shembja e murit kontestues i gjatë rreth 50 metra të dielën kaloi qetë dhe pa incidente, ndërsa kryetari i komunës Mitrovicës Jugore, Agim Bahtiri, pati deklaruar se shembja e murit është gjë e mirë për të gjithë qytetarët e Mitrovicës, me që me lëvizjen e lirë bashkohet qyteti. Sipas planit të dakorduar afër rrugës në Ibër nga ana veriore e qytetit do të ndërtohet kaskadë lart 70 cm dhe e gjerë 120 cm, 2 metra prapa murit shembur drejt brendësisë dhe do të shërbejë si mbrojtje nga automjetet të cilat nuk do të mund të kalojnë në pjesën e zonës përkëmbësor, e cila rregullohet në rrugën kryesore të Mbretit Petar në Mitrovicën Veriore. 200 vetë mblodhen përpara ambasadës rumune në Sofje të Bullgarisë, jo për të protestuar, por për të shprehur solidaritetin e tyre me tubimet antiqeveritare në Rumani. Turma mbante në duar pankarta ku bëi thirrje për drejtësi e rezistencë. Një pjesë e njerëzve thërrisnin me të madhe se Bullgaria duhet të ndjek shembullin e Rumanisë fqinje dhe të luftojë korrupsionin. Me qindra mijëra vetë protestojnë prej ditësh në Bukuresh kundër përpjekjeve të ekzekutivit për të zbehur luftën antikorrupsion. Gjendjen sipas tyre mund ta qetësojë vetëm ndërheqja e kabinetit qeveritar, por demonstruesit kryeministri Sorin Grindenau, kryetari i partisë së tij Liviu Dragnea, kreu i parlamentit dhe ai që i komandon fiet në parabasken në kabinet, janë të komprometuar në mënyrë të pakthyeshme. Për të qetësuar demonstruesit, Dragnea i këshilloi Grindenau të shkarkonte ministrin e drejtësisë Florin Lordache për pakujdesi me dekretin. Humbja e besimit ndaj ekipit qeveritar është tepër e madhe, ndërsa vendi nuk mund ta përballojë dot një krizë politike afatgjatë. Mësohet se 21 civil kanë humbur jetën dhe 18 të tjerë janë plagosur si rezultati 10 sulmeve ajrore në Idlib, qytetin veri perëndimor të Sirisë, i cili gjendet nën kontrollin e opozitarëve. Omer Ulvan, zyrtari i mbrojtjes civile në Idlib, në një deklaratë për agjencinë Anadolu, tha se aeroplan të cilët supozojmë se i përkasin Rusisë ndërmorën 10 sulme ajrore në lagjen kusur të Idlibit. Ai theksoi se 21 civil kanë humbur jetën dhe 18 të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve, duke shtuar se
ekipet e mbrojtjes civile dhe ato shëndetësore kanë nxjerrë të plagosurit nga zonat ku kanë ndodhur sulmet. Duke treguar se sulmet kanë lënë të dëmtuara dhe rënuara shumë ndërtesa, Ulvan vuri në pas se të plagosurit janë transferuar në spitalet e qytetit, ku sipas tij gjendja disa prej të plagosurve është e rëndë. Anëpushimin mes palëve ndërluftuese në Siri që u arrit nën garantimin e Turqisë dhe Rusisë hyri në fuqi më 30 dhjetor. Këtu shikues të nderuar, kemi përfunduar me lajmet e sportit për sonte. Ju falenderoj për momentin bashkë. Mirupafshim. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion. Faleminderit për momentin tuaj. Natën e mirë.